Një 25 vjeçar shqiptar, nëna e 3 fëmijëve përfshirë një foshnjë, është bërë gruaja e parë që do të ekstradohet nga Britania e Madhe drejt Shqipërisë. Vendimi erdhi pas miratimit të ekstradimit nga gjykata britanike, e cila e vlerësoi se rreziku që Britania të shihej si strehë për kriminalët e kalon pretendimit e saj për çmimin e të drejtës për jetën familjare. Sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njerëzit, e reja do të dërgohet në burgun e grave në Pogradec, ku do të vuajë një dënim 4 mujor për përdorimin e një pasaporte të falsifikuar rumune. Që seancës gjyqësore, shqiptarja e cila ishte shtazan me fëmijën e tretë në kohën kur filluan procedurat, theksoi se ndarja nga fëmia do të ishte e vështirë, se partneri i saj, i cili kujdesej për foshnjën dhe drejtonte 2 biznese në Britani, një kompani ndërtimi dhe një lavazh makine, do të përballej me sfida të mëdha. Megjithatë, gjykatësi hodhi poshtë apelimin, duke nënvizuar se vështirësitë familjare nuk janë të mjaftueshme për të ndalur ekstradimin. Ky vendim shënon një precedent për raste të ngjashme dhe tregon vendosmërinë e autoriteteve britanike për të mos lejuar që shteti të përdoret si strehë për aktivitetet kriminale, pavarësisht rrethanave personale të ndaluarit. Autoritetet shqiptare kanë njoftuar se procedurat e transferimit do të organizohen në përputhje me ligjin dhe standardet ndërkombëtare të sigurisë dhe trajtimin e të burgosurve.